Nata e 11 tetorit shënoi një kapitull dramatik në historinë e Serbisë dhe një moment që mund të konsiderohet fundi i epokës së Dragan Stojković si trajner. Pas disfatës 0-1 brenda në Leskovsk ndaj Shqipërisë, tekniku serb dha dorëheqjen duke marrë përsipër përgjegjësinë për një humbje që kushtoi shumë, jo vetëm në rezultat por edhe në imazhin publik. Vetë 60 vjeçari ka konfirmuar se nuk do të udhëtojë me ekipin në transfertën e Andorrës. E pranoj që jam unë fajtor, nuk do të udhëtoj me ekipin në Andorrë. Mendoj se është koha për një ndryshim, ishte deklarata e tij në konferencën për shtyp. Ky vendim ka sjellë automatikisht largimin përfundimtar të Stojković nga stoli serb. Trajneri drejtoi këta të fundit në 55 ndeshje që nga marsi i vitit 2021. Me dorëheqjen, Serbia hap rrugën për rikonfigurim jo vetëm në stolin teknik, por në filozofi, strategji dhe ekuilibrin midis lojtarëve e federatës dhe presionit publik. Për Shqipërinë ky sukses nuk ishte vetëm një 3 pikësh, por ishte një fitore morali. Ajo do të mbahet mend, jo vetëm për rezultatin, por për pasojat që çoi tek Serbia.